Zabaleta del në origjinë e shtrëngim duarsh Silvinho Broja. Panorama Sport ju tregon se çfarë ndodhi në stërvitjen e djeshme të kombëtares shqiptare. Për rreth 1 orë e 30 minuta ekipi përfaqësues mbylli përgatitjet në Tiranë para ditën e djeshme duke zhvilluar seancën e fundit stërvitore në tokën shqiptare. Me grupin në fillim të seancës u bashkua dhe Ismaili me kumpullën, por të dy mbrojtësit u stërvitën të diferencuar për shkak të problemeve fizike. Ndërkohë Departamenti i Komunikimit në Federatën Shqiptare të Futbollit bën me dije se të dy lojtarët do të udhëtojnë me skuadrën e Londër për ndeshjen me Anglinë. Seanca. Pas ushtrimeve të lehta atletike në formën e nxehjes, ekipi u fokusua te loja me top duke u ndarë në dy grupe. Ajo që mori kohën më të madhe të seancës ishte testi brenda grupit, ndërsa u provuan dhe situata apo skema të ndryshme të lojës, po ashtu edhe goditjet standarde dhe ato në port. Zabaleta. Për rreth 10 minuta gjatë testit brenda grupit, kur Gjimshiti dhe Ajeti u larguan sepse morën ngarkesën e duhur, duke qenë se kanë pasur një sezon të ngarkuar, në mbrojtje veshi fënellën Pablo Zabaleta, ndihmës trajneri kombëtares. Argentina, si i cili me futbollin e luajtur është mbajtur mend si një mbrojtës agresiv dhe për lojën e ashpër, nuk mund të mos dilte në origjinë dhe viktima ishte Nedim Bajrami, pasi mori një pasim nga Aslani dhe po tentonte të kontrollonte topin. Zabaleta i ndërhyn nga mbrapa me Nedimin, i cili ndaloi një moment dhe po duronte dhimbjet e goditjes, një paralajmërim për mesueshorin ansor për ta kuptuar se çfarë e pret në Wembley. Gjithçka kaloi dhe Bajrami vjoi lojën normalisht. Broja Silvinho. I rikthyer në një dëmtim në kavilje, Silvinho e di shumë mirë sa i rëndësishëm është Armando Broja për ekipin kombëtar. Kur nuk ishte mbetur dhe shumë nga seanca stërvitore, trajneri dhe sulmuesi po bisedonin nga afër në lidhje me diçka teknike që braziliani po i shpjegonte. Në fund gjithçka mbyllet me një shtrëngim duarsh. Sulmuesi pritet të marrë minuta. Udhëtimi. Pas stërvitjes, kombëtari u kthye në hotel të pasdite, fluturoi nga aeroporti Nën Tereza drejt Londrës. Pas akomodimit ditën e sotme, skuadra mbyll përgatitjet në stadiumin Wembley, ku do zhvillojë dhe seancën e fundit zyrtare stërvitore. Përballja me Anglinë do të luhet sot në orën 20:45.